Qindra qytetarë të pranishëm në Pallatin e Kulturës në Vlorë, entuziazëm dhe energji pozitive në takimin elektoral të kandidatit Vullnet Sinaj. Qindra qytetarë mbështetës dhe simpatizantë të kandidatit socialist Vullnet Sinaj u mblodhën këtë të mërkur në Pallatin e Kulturës në Vlorë. Në një atmosferë entuziaste e të ngrohtë, pjesëmarrësit dhanë mesazh të qartë. Mbështetje të palëkundur për deputetin aktual dhe për Partinë Socialiste në garën e 11 Majit. Kandidati për mandatin e tretë, i cili ka fituar zemrat e qytetarëve përmes punës dhe përkushtimit, pajti një fjalim të fuqishëm me vizion të qartë për të ardhmen e Vlorës dhe gjithë zonave përreth. Kjo u shprehur si një pjesëmarrje e tillë masive është dëshmi e bashkëpunimit dhe besimit që jep forcë por dhe më shumë përgjegjësi. Ai theksoi se kërkesa për një mandat të tretë nuk buron nga ambicie personale, por nga detyrimi për të përfunduar projektet e nisura dhe për të çuar përpara zhvillimin e qytetit. Unë kam ende shumë për të dhënë, kam vizion, projekte konkrete dhe mbi të gjitha kam dashurinë dhe mbështetjen tuaj që t'i shërbej qytetit më të bukur në Europë, u shpreh ai. Ne sot e kishim menduar të ishim jashtë në fresk, por disa çështje teknike, ne du të futeshim të brënda pasi dhe jashtë ka mitingje të tjera. Megjithatë, kjo nuk më bën mua një deputet që të jemi mbyllur, po më bën një deputet që të jemi hapur. Në hapi idem dhe vizionin për Vlorën e 2030-s. Partia Socialiste dhe Qeveria Rama kanë bërë shumë për Vlorën. Them me plot gojën kanë bërë shumë. Që nga Lungomarja, bypassi, rruga e lumit Vlorës, aeroporti, tuneli dhe projektet tjera të radhës me hekurudhën që do të nisi në programin e 4 vjeçarit të ardhshëm. Partia Socialiste duhet ta marrë mandatin e 4 se duhet të përfundoj të gjitha veprat që ka bërë për Shqipërinë dhe për Vlorën tonë të dashur. Nuk ka lungomare më të bukur në Europë se lungomarja e Vlorës. Dhe sa herë unë vetë kaloj atje, më del parasysh Edi Rama, i cili sakrifikon për ditë nga jeta e vetë, me punën e vetë për të shndruar jo vetëm për Vlorën, por dhe gjithë Shqipërinë. Unë jam mësuar gjithmonë që ta shikoj realitetin në sy. Problemet që ka pasur zona ime, t'i çoja të gjitha në foltoren e kuvendit. Pa asnjë drojtje, pa asnjë frikë, pa asnjë merak. Gjithmonë brenda meje ka ekzistuar mendimi që interesat e popullit tim, të Vlorës time, të Selenicës time, janë më të larta se çdo interes tjetër. Në këtë zhvillim e sipër kanë lindur kërkesa nga qytetarët për pronat, të cilat nuk kanë arritur dot të marrin zgjidhjen që duhen. Duhet të bëjë një bilanc të kërkesave që kanë qytetarët e Vlorës dhe banorët e qarkut të Vlorës. Unë besoj tek prona private, besoj tek ekonomia e tregut, nuk mund të ketë ekonomi tregu pa një pronë të certifikuar. Azhurnimi tokave bujqësore është një nga pikat e dyta dhe nga problematikat që duhet marrë zgjidhje. Ju jap fjalën se në rast se do votojmë masivisht në këtë qytet, do të jem bashkë me ju për t'i dhënë një zgjidhje Vlorës e cila meriton si qytet bregdetar dhe si qytet turistik. Të dashur vëllezër, unë jam i bindur në fitoren e Partisë Socialiste dhe të kryeministrit Rama, sepse Vlora është bastion i të majtës shqiptare. Këtu nga Vlora nis fitoria, ne nga Vlora kemi fituar 8 mandate si Parti Socialiste dhe unë kam besim që këtë radhë do marrim edhe mandatin e 9. Sinaj bëri me dije se takimi ishte planifikuar të mbajë në një ambient të hapur, po pavarësisht kësaj dyert e bashkëpunimit të tij me qytetarët kanë qenë dhe do të jenë gjithmonë të hapura. Ai ndau me të pranishmit vizionin e tij për Vlorën 2030, një qytet modern dhe europian, dhe shtoi se fitoria e Partisë Socialiste është fitore që i duhet Shqipërisë për të ecur përpara drejt zhvillimit. Ajo që është më e rëndësishmja nga të gjitha është numri 5. Numri 5, Partia Socialiste dhe Edi Rama, që t'i garantojnë mandatin e 4. Është numri 5 që ka për të dyfishuar turistët në Vlorë. Nuk ka si Partia Socialiste dhe si Edi Rama. Nuk gjëndet. Nuk gjëndet. Mendojni si të doni. 12 deputet në listë hapur, shok të mi të gjithë, miq të mi të gjithë shumë të mirë. Të 12 antarë të një skuadrë, të skuadrës Partisë Socialiste që punojnë për ditë për fitoren e mandatit 4.
Të gjithë meritojnë të jenë deputet. Unë shpresoj nga lista e hapur të kemi dhe 5 deputet të tjerë. Pra gjithmonë 5, dhe unë dua një dorë me 5 slap, të gjithë bashkë. 5. Kjo është e rëndësishme, kjo është Partia Socialiste. Pash vlerësimin e punës time, se kisha parë asnjëherë vlerësimin e punës time, dhe dua ta falenderoj kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, për politikën e hapur që ai bën në Partinë Socialiste dhe për vlerësimin e punës që ju bën njerëz. Dua dhe kam dëshirë të bëj më të mirën për qytetin e Vlorës. E ndjej që kam forca dhe energji për të punuar akoma më shumë se 2 mandatet e tjera. Unë e dua Vlorën, siç dua Selenicën, Imarën, Sarandën, Delvinën, Konispolin, gjithë qarkun, sepse është më i bukuri në të gjithë Shqipërinë. Vota për vullnetin është vot për Partinë Socialiste. Do vazhdoj në politikë derisa të kem jetën dhe forcën për të shpërbyer qytetarëve të mi. Në përmbyllje të fjalës së tij, Sinaj theksoi se fitoria e Partisë Socialiste më 11 maj është thelbësore për Vlorën dhe Shqipërinë. Nga Vlora nis fitoria për qytetarin, për turizmin, për investimin, për qytetin tonë të mrekullueshëm që meriton më të mirën. Jam krenar për gjithçka kam ndërtuar dhe më i vendosur se kur për të bërë më shumë. E dua Vlorën sepse është qyteti më i bukur në Shqipëri. Numri 5 është kryefjala e këtyre votimeve. Vota për mua është vot për Partinë Socialiste, është vot për të ardhmen, për zhvillimin dhe për mandatin e 4 të Partisë Socialiste.